Serbia nuk është një shtet ushtarakisht neutral, është gabim ta mendosh e të besosh se Serbia është shtet ushtarakisht neutral, siç shpreh Beogradi zyrtar. Serbia nuk është i tillë, as teorikisht, as praktikisht, shkruan Aleksandar Stojanović nga Instituti Qendra për Hulumtime Sigurie. Instituti i Neutralitetit Ushtarak është një kategori e së drejtës publike ndërkombëtare dhe përfshin një sër të drejtash dhe detyrimesh të përcaktuara nga konventat ndërkombëtare, të cilave i nënshtrohet një shtet neutraliteti i të cilit është i garantuar dhe që ka të bëjë me ndalimin e antarësimit në aleancën ushtarake, ofrimin e ndihmës ushtarake për palët në konflikt, përdorimin e territorit për operacione ushtarake, transporte dhe të ngjashme, shkruan Stojanović. Ajo që është thelbësore në gjendjen e neutralitetit ushtarak të shtetit është garancia e vendeve të tjera para se gjithashtu fuqive të mëdha, të cilat e njohin një shtet si ushtarakisht neutral dhe në ta rast lidhen marrëveshje ndërkombëtare. Një shembull i mirë është Austria ose për shembull Zvicra, e cila mori statusin e neutralitetit ushtarak pas Kongresit të Vienës në 1815. Fuqitë e mëdha me marrëveshje përcaktojnë detyrimet e tyre ndaj një vendi ushtarakisht neutral, duke përfaqësuar kështu garantin ligjor dhe politik të zbatimit të këtij statusi, vazhdon Stojanović. Prandaj një vend nuk mund të bëhet ushtarakisht neutral në aspektin e së drejtës ndërkombëtare thjesht duke deklaruar në mënyrë të njëanshme se është kështu. Është e nevojshme të plotësohen kushte të tjera, pra pëlqimi palëve të tjera të interesuara, thuhet më tej në këtë analizë të Stojanović.